Mirë se vini në Power to Empower. Së pari, dua t'i falenderoj pafund për mikpritjen që i keni bërë këtij podcasti me episodin e parë. Jam shumë e lumtur për të gjitha mesazhet dhe të gjitha fjalët e bukura që më keni thënë. Ky është episodi i dytë ku ne do ndajmë sërish histori frymëzuese, reale dhe informacione që ndoshta njerëz prej jush do t'i duhet pikërisht sot. E ftuara ime për sot nuk është as pak një personazh i panjohur për mua, po jam e bindur që edhe ju e njihni. Ajo është një influencer e njohur dhe fotografe, e cila e ka ndërtuar veten me punë, pasion dhe guxim. Albora, shumë faleminderit që je sot këtu me mua dhe që pranove ftesën për të qenë pjesë e këtij podcasti. Shumë faleminderit për ftesën dhe jam shumë e lumtur për këtë nismë që ke marrë. Kënaqësi. Ne jemi njohur personalisht në Shqipëri dhe profesionalisht. Unë atko punoja si Head of Marketing dhe ti ishe ftuara ime si influencer në disa fushata marketingu, evente dhe reklama të ndryshme. Por jeta si çdo vet na solli të dyjave në Angli. Rrugët tona kryqëzuan sërish, por këtë herë si mikesha dhe jo si profesioniste. Prandaj dhe më kam kënaqësinë e madhe për të ndarë këtë bisedë së bashku, jo vetëm si një intervistë të thjeshtë për një podcast, por si dy mikesha. Faleminderit shumë që je sot këtu. Sot ti je një bashorte dhe një mama e një djali shumë të bukur, shumë të mirë, Kroj. Thank you. Kroj është, sa vjeç është Kroj? Një vit? Një gjysmë. Bora, ti le pas çdo gjë që kishte ndërtuar në Shqipëri për të emigruar në Mbretërinë e Bashkuar dhe dashuria ishte ajo që të solli këtu. Po. Si e përjetove? Si u përballe fillimisht me gjithë ndryshimin që kishe nga jeta në Tiranë këtu? Në fakt ishte një ndryshim shumë i madh për mua, se në Tiranë kisha një jetë shumë aktive, pavarësisht se isha në një punë që më merrte 8 orë të ditës. Nga ana tjetër kisha kolegët, kisha shefat, bënim aktivitete jashtë pune, domethënë kisha një ditë shumë të zënë, shumë të ngarkuar, përveç asaj merresha edhe me fotografi, edhe me krijimin e kontentit për faqen e Instagramit si influencer. Edhe nga një ditë kaq aktive që në fillim, që në mëngjes deri në darkë, u gjenda këtu, pa shumë njerëz, pa diçka për të bërë, edhe ishte, domethënë, një ndryshim shumë drastik nga jeta aktive që kisha. E ndjeve shumë vetmin, sepse ajo gjëja e parë që përballemi këtu, unë flas edhe nga eksperienca ime, gjëja e parë që përballemi kur lëm pas vendin ton, sidomos kur lëm pas vendin ton duke pasur një punë, siç e the edhe ti, një punë tetërorare që të merrte gjithë ditën tënde. Që të mbush edhe me njerëz. Që të mbush edhe me njerëz dhe që ke e mbush plot me aktivitete, kur vjen këtu përballesh me vetmin. Dhe mendoj që kjo është një nga gjërat që i vret jo vetëm ne të dyja, po një pjesë të madhe të vajzave dhe grave që emigrojnë. Po, është e vërtet. Dhe përveç kësaj pjese, ti aty fillon të vlerësosh më shumë njerëzit që ke pasur afër. Domethënë njerëzit që unë deri diku i kisha të mirëqenia motrat e mia që i kisha aty, një telefonat larg, vinin në shtëpi, takoheshim në një kafe. Dhe sa tani nuk është më njësoj si një telefonat në kamera. Nuk është aq e prekshme. Më emocionove që në fillim se kur flet për motrat, edhe unë kam 2 motra dhe ti ke 2 motra. Dhe është lidhja më fort dhe ajo që të vret më shumë që si kemi këtu afër dhe edhe ti ke një lidhje shumë fort me motrat, po dhe unë gjithashtu. Po, nuk të mungon qoftë edhe i përqafimi, apo ajo ndjesia që... I përshëndet shumë. Dua shumë. Që e di që janë aty, domethënë, që në momentin që ti ke nevojë, është dera e parë ku ti troket. Shumë e vërtet. Që këtu ndihet ajo mungesa. Bora, me që përmendë motrat, ti ke lindur në Sarandë. Po. Dhe doja të dija pak për fëmijërinë tënde dhe pastaj për shumë shkurt transferimin tënd në Tiranë edhe eksperiencën tënde shkollim. Unë kam pas një fëmijëri shumë të bukur në Sarandë. Jam ai brez që kemi luajtur jashtë me top, me rër, me shumë larg teknologjisë. Pastaj në periudhën e gjimnazit u shpërngula në Tiranë. Gjimnazin e kam bërë në kolegj. Okej, ti ke bërë gjimnazin, je shkëputur gjatë periudhës së gjimnazit në Tiranë, ke bërë gjimnazin. Po, gjimnazin e kam bërë në Tiranë dhe pastaj vazhdova universitetin për art dhe design, ku mu forcua akoma më shumë kjo pjesa e kreativitetit edhe sektorin e marketingut. Po, do më thënë, ty aty të ka lindur, sepse pyetja ime është kur të ka lindur ty dëshira për të krijuar kontent dhe pasioni jot për fotografinë?
Në fakt, pasionin për fotografin e kam pasur shumë më përpara, gjithmonë në raste familjare gjithë njerëzit më jepnin mua Fotografi. po, të lutem më bëj një foto sepse kisha syrin artistik, qoftë edhe për ta mbajtur drejt, këndin, Po. edhe në 18 vjetor, për 18 vjetor prindi më bërën dhuratë aparatin e parë, e mbaj mend se tani se- ka qenë një Nikon D3100. Unë nuk Edhe marr vesh, po. Por ju që merrni vesh, kërkoni. po, ishte semi-professional, jo 100% profesional, por ajo më bëri të eksperimentoja me foto shumë të ndryshme në natyrë, njerëz, portrete, pak nga të gjitha, domethënë. Dhe fati ishte që një shoku i shoqes së shoqes kishte një kompani që bënin fotoreporter të jetës së natës. Okej. Dhe kështu unë u futa për herë të parë në fotografi si biznes. Okej. Fillova të fotografoja, isha gatshme të bëja çdo lloj gjëje atë periudhë vetëm për të marrë pak më shumë Po, eksperiencë. ke filluar që e vogël Dhe punën. po, 19 19 vjeç. vjeç. Po, kam filluar Një për herë të karrierë parë. gjatë në fotografi. Po, po, edhe aty u njoha shumë mirë me pjesën e dritës, ndriçimin, dhe në të njëjtën periudhë, disa muaj më pas, fillova edhe fotografe në një studio për maternity, newborn, për portrete familjare. Po, unë dua të them këtu që Albora ka qenë fotografja e parë e Kianit, e djalit tim, Po. që ka fotografuar atë sapo ka lindur dhe kam një Po. kujtim shumë të bukur në dhomën time të ndenjes nga Albora. Oh. Faleminderit shumë. Thank you që më besove. Duhet ketë shumë vajza aty jashtë, të cilat e kanë pasion në fotografin, por nuk marrin guximin për ta ushtruar. Çfarë do t'i thoje? Qoftë për fotografin, qoftë për content creator, pra për krijimin e kontentit. Çfarë do i thoje atyre vajzave? Të guxonin, nuk e di, një Gjëja këshill. kryesore është që të dalin edhe të fotografojnë sa më shumë. Çfarë do lloj gjëje, nuk ka rëndësi nëse është një llampë në rrugë, nëse janë disa njerëz që s'e kanë mendjen, çdo lloj gjëje të mundshme që të kuptojnë se çfarë kanë realisht pasion që të bëjnë. Domethënë, se fotografia është e ndarë në shumë, jo vetëm në studio apo thjesht në natyrë, po mund të jetë për shembull portrete, mund të jetë landscape, dhe të shikojnë ku e gjejnë veten më shumë. Ti Bora ku e gjen veten më shumë? Kush të pëlqen më shumë nga këto? Unë e gjej veten më shumë tek portretet. Te portretet. Po. Portretet dhe jam pak natyrë, kam një stil shumë minimalist, te bardhëzia, luajtja me dritën më tepër, po. Dua të kaloj pak te profesioni jot si influencer në Shqipëri. Si ishte ti ishe një influencer në Shqipëri? Ka qenë një periudhë shumë e bukur. Ka qenë edhe pak e vështirë mes punës edhe krijimit të kontentit për Instagramin, por kur një gjë bëhet me pasion e gjen kohën, vullnetin dhe çdo lloj gjëje. Unë, ashtu si që të thej ka pak në fillim në intron e këtij podcasti, me Borën jemi njohur profesionalisht dhe e shifja që të gjitha influencerët e mia që unë bashkëpunoja, e shifja që bënin shumë qef, edhe e shifja si profesion që ishte më shumë fan, por e di që mbrapa atij profesioni ka një punë shumë të madhe, duke u rritur në karrierë dhe edhe unë duke u futur pak në këtë fushë, kuptova që nuk është vetëm një video që do ta bësh 5 minuta, por është një punë shumë e madhe mbrapa, kështu që të përgëzoj që ti e ke rindërtuar këtë profesion tëndin edhe këtu në Mbretërinë e Bashkuar. Bora, si e rikrijove ti këtë profesion tëndin në Mbretërinë e Bashkuar? E kishe të vështirë? Fillimi ishte pak i vështirë, por kuptova që njerëzit më mbështesnin kudo që unë të isha, nuk kishte shumë rëndësi lokacioni sesa ajo që unë kam për të treguar. Kjo është gjë shumë e bukur dhe kjo tregon që kontenti jot vlen që të ndiqet. Edhe dua t'i përshëndes shumë të gjithë ata që më ndjekin dhe më suportojnë. Thank you shumë. E tham që ajo që të shtyu të vije këtu, jo vetëm ty, po edhe mua, ishte dashuria. Dashuria të bëri të marrësh vendimin për të lënë çdo gjë që kishe atje dhe për të ardhur në UK. Si e përjetove? A u ndjeve ndonjëherë të thoje pse lash gjithçka? Jo. Edhe unë jo. Jo, nuk e kam thënë ndonjëherë këtë, as nuk e kam menduar ndonjëherë. Gjithmonë jam përpjekur si unë ta rregulloj, ta përmirësoj jetën time, rutinën time, çdo gjëje tani që jam këtu.
Domethënë se kam kthyer ndonjëherë kokën pas. Kjo është shumë e bukur. Duaj që ne të përmendim pak rrugën që ti ke ardhur, ke ndjekur për të ardhur, sepse mendoj që mund të ketë shumë vajza që ndoshta janë të interesuara. Ti ke ardhur me spouse visa. Po, bashkëshorti im ka pasaportën angleze dhe ne bërëm një aplikim si me spouse visa, si bashkëshortja. Si ka qenë eksperjenca, sa kohë ka zgjatur, Ne kriteret? me thënë drejtën e kishim çik me të shpejtë dhe ke mundësi të bësh aplikimin që do të vi përgjigja shpejt. Po, ke dhe bërë më ka atë ardhur po brenda aplikimin një jave. Kriteret ishin mjafton të kishe certifikatën e martesës edhe foto që dëshmoj që jeni bashk, nuk është se kërkoni ndonjë datë, se në fillim mendoja se do ishte diçka që duan datat fikse ku kemi qenë, biletat e fluturimeve, ne i vendosëm që të ishin ekstra. Domethënë çfarë do lloj gjë që tregon që kjo është një marrëdhënie e vërtet organike, pranohen edhe. Është një proces që të fut pak në ankth, sepse nuk e di nëse do të dali apo jo. Por që nëse ato kriteret që ata kërkojnë, po. Nëse aplikon për, le të themi, për vizën e dur, besoj se spouse visa, mendoj që është goxha e thjeshtë, sidomos nëse partneri ka të ardhurat e mjaftueshme për të suportuar këtu. Okej. Kjo nuk e përfshin NHS-in? Jo. Nuk e përfshin. Domethënë NHS-i është ta paguash më vetë. Është rritur këto kohë të fundit. Kjo është temë tjetër. Çfarë të mungon më shumë nga Shqipëria? Ne përmendëm pak që na mungojnë njerëzit, po unë doja të di, të mungojnë njerëzit apo vetja jote kur ishe atje? Do thoja më shumë njerëzit, sepse vetja ime aty pavarësisht se siç e theka më parë që isha shumë aktive, kisha një ditë super të ngarkuar me punë. Nga ana tjetër këtu, dita ime është e mbushur me krajin, kështu që është një shkëputje nga jeta në Shqipëri me këtu, por prapë është e mbushur me shumë dashuri nga kraji. Jeta jote këtu ka marrë një dimension komplet tjetër, kështu që nuk kemi pse të na mungoj jeta kur ishim atje. Me që jemi te kraji. Unë kam qenë pranteje gjatë shtatzanisë tënde dhe e di që ti ke pas një shtatzani shumë të bukur, një shtatzani të dëshiruar, apo jo? Po. Dhe dua të flasim pak për eksperiencën tënde të lindjes, sepse për mua ka qenë eksperienca më e bukur që kam dëgjuar ndonjëherë, eksperienca jote, dhe unë u motivova nga eksperienca jote, pavarësisht se nuk përfundova atje te ty. Dhe dua ta ndaj këtë eksperiencë me shumë vajza që na ndjekin, sepse mendoj që jo të gjitha eksperiencet e lindjes janë ato eksperienca të këqija, ose ato eksperienca që të tjerët na i bëjnë gogol. Secila është e ndryshme, secila eksperiencë lindje është e ndryshme, por ka dhe nga ato të bukurat, si e Borës. Bora? Shtatzania ime, po e nisin çik me një gjë negative në fillim përpara se të shkoj te lindja. Muajt e parë ka qenë pak e vështirë për pjesën e të vjellave. Unë përfundova në emergjencë, po, dhe jam shtuar një natë aty për shkak se kisha dehidratim. Por pas këtyre 3-4 muajve të fillimit që merja ndonjë kokër kur e shikoja veten keq, që më dhanë nga spitali, çdo gjë ishte shumë okej, maksimumi kisha pak përgjumje që kisha gjithë kohën e botës gjithkohës. Po, që do shtrisha të flija, fillova të bëja vetëm ëmbëlsira, unë që nuk paragatuaja, fillova të shkoj në një stad edhe më lart. Bora, çfarë po bëj një tiramisu. Ndërkohë Jona, nuk mund të hash vezë të pa bëra. Po, të kam thënë. Të kam ngel, shko, një gjë që s'duhet ju thuash grave shtatzan. Shiko Bora si e kam mbajt mend vezën e pa bërë. Ajo i kishte ngrënë dhe unë i përmend nuk duhet të hash vezë të pa bërë. Kam bërë gabim, fal Bora. Jo, një herë në aq mund të dalim të gjithë nga këto kornizat, nuk ka asnjë që të keqe, të pihet një çik verë, të hajt një çik tiramisu që ka vezën e pa bërë, shumë okej. Një herë në aq, nuk po themi vazhdimisht gjithë shtatzanin, po është shumë okej që të sahuni që të gjitha. Sa kile more? Ti nuk more kile? 13. Ti ishe perfekt. 13, një bark shumë bukur. Po, që nga mbrapa nuk dukesh thuaj se fare. Jo, fare. Ti kishe një bark që unë adhuroje. Muajin e fundit filluam i çik me këto ngushër. Është me faqe, po, nuk mora shumë kile, nuk është se bëra ndonjë gjë që mund të them një sekret. Po, ndoshta thjesht organizmi. Unë kisha një neps shumë të madh për pasta, për shembull.
I të quaja makarona me lëng, se doja të salsën kështu Po, me shumë kremoze. lëng, kremoze, po. Edhe nuk kam bërë ndonjë gjë, siç e the edhe ti, kam ngrënë ëmbëlsira madje, është organizmi mendoj. Të kalojmë tek Të lindja. kalojmë te procesi lindjes. Po, unë kam lindur 40 javë e 5 ditë, nga Nuk donë të kroj të ditë. po, filluan të më thoshin nga spitali që ndoshta duhet të bëjmë diçka, edhe unë që isha, Induction, po. nuk e di, e kisha ndar me veten time që kur do vinte momenti, do lindja vet, Ke bërë zgjedhjen e duhur. e doja me patjetër që të lindja vet dhe kisha një lloj, nuk e di, vetbesimi që mund të mos të kem pasur për asnjë gjë tjetër në jetë, atëherë E unë e kisha ndjeje. vendosur. Po, me veten time dhe një ditë madje barkut ja bëra kështu kroj. Do më ndihmosh të ndihmoj? Shoku. Ja, toke këtu. Edhe më ka nisur dhimbjet një ditë përpara. Ndërkohë atë ditë ne bërëm barbecue sepse ishte shtunë, na erdhën njerëz te shtëpia, gatuam, bërëm zgarën, çdo gjë shumë okay. Ndërkohë ndjeja kontraksionet çdo 3 orë filluan, pastaj çdo 1 orë, ndërkohë ishim shumë okay, Te fjeta dhe vajte ja gjumë. futë gjumit. Po. Çuaj mbas dite, më kishte ardhe mami ndërkohë që priste, kishte ja një javë që kishte ardhe dhe ditën që mami kishte biletën për t'u kthyer, kroj vendosi të lindte, por shqyr jashtëpëm dhe ajo ishte aty më thot, nuk është mirë të flosh. Unë ndërkohë gjumë, më thot, të bën shumë mirë të esim, okay, them, hajde dalim nga parku, edhe mora një moll, po e laja, edhe atë kohë më plasën ujrat. Po. Dhe marrë në telefon spitalin, më thonë nisu për këtu. Nisemi për në spital, aty kontraksionet gjithnjë më të shpeshta, çdo 5 minuta, çdo 3 minuta. Kemi shkuar në spital. Për fat të mirë, ato dhoma që quhen suita, që kanë edhe pjesën e pishinës, ishin të lira dhe më futën në një nga këto dhomat. Duhet ta përmendim që Bora ka bërë waterbirth. Po. Ka lindur në Po, në fakt doja të përmendja pas. për të gjitha gocat që na ndjekin nga spitali, të japin një formular që ti zgjedh ku do të lindësh, edhe si lokacion, sepse nuk ke vetëm spital të Mirfield, është edhe Birth center që janë po vetëm me mami, për ato që ndoshta kanë pak më shumë eksperiencë, nuk e kanë për herë të parë. Dhe ne të dyja si buzimtare zgjodhëm birth center. po, unë e zgjedh birth center që ishte afër me spitalin, se nuk isha Po, dhe guzim, unë, po, dhe unë, vetëm birth center që ishte larg, ishte pjesë domethënë e spitalit dhe për fat të mirë kishte këto suita që ishte e lirë dhe unë munda të futesha aty. Ishte realisht si jacuzzi, që edhe uji Ishte shumë e bukur. po. Edhe dhoma ishte si hotel. Ishte një lloj qetësie, atë pyesin edhe çfarë muzike do të dëgjosh, që në atë moment se ke mendje fare të muzika. Gjithsesi ishte mendoj që ishte shumë qetësuese edhe zhurma e ujit që dëgjoje, kishte ato dritat kështu lart. Unë se arrita Një lloj deri në qetësie. atë stad se ndryshua momentin e Në- fundit. Po, e mbaj mend. Dhe edhe uji ngrohtë dhe pozicioni që ri pak në këmbë ndihmon Të shumë që ndihmon me bebi po, dhimbjet dhe po, me të qetësojnë shtyri. dhimbjet, po edhe bebi të vinë në jetë më kollaj. Në momentin që lindi kroj, unë isha e para që e mora e vendosa këtu. Ai moment është momenti më magjik në Po. botë. Unë, të them të drejtën, nuk i kam dirë këto fishekzjarët që thonë njerëzit që është një ndjesi wow, sepse isha si shumë e çorientuar nga pata shumë adrenalin dhe më dridhej trupi. Pësove Sa- këto dridhjet e Po, trupit. po. Sa kohë zgjati procesi lindjes? 2 orë gjysmë. Po. Ëndër. Vajza ka Po, ka dhe për 2 orë eksperienca tjera të gjysmë. bukura. Po. Kroj erdhi në jetë dhe ka lindur 12:30 natës të dielën, domethënë sa kishte hyrë diela. Në 21 korrik. Po, Një ditë 21 para korrik. meje. Po. Si e përjetove gjithë këtë ndryshimin me lindjen e Krojit? Në fillim nuk ishte e thjesht. Ditën që Kroj lindi, unë mundova, siç të thashë, e kisha projektuar me atë time që do lindja vet, nuk mora as qetësus. Epidurali nuk e mora. Jo, një moment vetëm më dhan Gazin. gazin dhe unë nga që filluam më morën mend, duket sikur s'kisha gjë në kontroll dhe doja patjetër të kisha trupin tim 100% në kontroll dhe i kam thënë jo. Më kanë sugjeruar shumë gjëra, edhe një venoze, shiring, nuk e di çfarë ilaçi ishte. Nuk Se s'kam ndjeni. nuk doja të bëja asnjë gjë, doja ta kisha 100% në kontroll dhe duke që se e kam pak të maninë të pasur çdo gjë në kontroll. Edhe pjesën e gjithënies e kisha ndar me atë time që unë nuk do jap formul,
pa gjykuar asnjë që jepte, thjesht u ndoja që fëmia Dëshira im të jote rritej ishte që ta ushqeje me ngjy. me ngjy. Por kur kroi lindi bënte një lëvizje që thithte pjesën e buzës të vetën dhe nuk e hapte gojën dhe unë normalisht pa eksperiencë dhe Po, nuk të lejonte. ajo frika e një gjëje shumë delikate, nuk mund ja hapja gojën me dhunë për Po. shembull, që dhe nuk e kapi gjirin. Dhe sot e kësaj dite më ka ngel pak peng të ke them të vuajtur drejtën, e atë kam vuajtur pjesë. shumë në fillim. Aq sa kur bashkëshorti im e mbante krojin, unë isha shumë okay që mos ta mbaja unë vetë në dorë, po ta shikoja nga larg që ishte mirë, se më dukej sikur gjëja e parë që unë kisha për detyrë për t'i bërë këtij fëmije, ushqimi unë nuk munda t'ja bëja. Më duket sikur në një farë mënyre sikur unë dështova. Është kjo ndjenja e fajit që Po, pata shumë ndjes si faj. Më dukej sikur nuk po bëja maksimumin, Mjaftueshëm. edhe pse unë nuk ishte diçka që unë nuk e kisha në dorë dhe nuk po ja bëja. Mundova me çdo lloj mënyre me këto kokat e silikonit, me pompë, me çdo lloj gjëje, fillimin ja jepja qumshin e gjirit me biberon. Po ishte e pamundur. Është e pamundur ta zgjasësh për një kohë të gjatë, 2 nëse muajt e ai nuk e parë, kap. Po, por ishte e pamundur, kroi e zinte gjumi këtu tek unë, domethënë e ndjente atë aromën time, Po. por gjiri nuk e kapi Nuk e kur. kap. Kjo është penga ime më e madhe nga gjithë E di dhe rrugët nuk mund të them që ta kuptoj plotësisht dhimbjen, po e di këtë ndjesinë që do të bësh maksimumin për fëmijën tënd, por nga ana tjetër nuk ke mundësi. Pate ndonjë periudhë që kishe mund të thuash përjetove ato baby blues ose ndonjë periudhë postpartum? Si ishte postpartumi për ty? Po, unë për fat të mirë pata ndihmë. Në fillim pata mamin, pastaj pata vjerën. Po edhe bashkëshorti më ndoi një goxha afër, sidomos Arbri ishte një ndihmë shumë e madhe. Po janë emocione të brendshme. Nuk e di Sa do ndihmë të kesh? Sa do ndihmë të kesh, sa do madje tani na ka ngel si e themi për shaka me Arbin se më thoshte gjithmonë atë, po ç'a ke? Pse që ne jemi shumë mirë, jemi shumë të lumtur tani për çdo gjë, i them një tjetër, jemi shumë mirë, jemi shumë të lumtur. Por nuk kishte të bënte me asnjë gjë nga jashtë apo materiale, domethënë unë vetë është gjithë ajo çfarë pëson trupi gjatë procesit shtatzanisë dhe gjatë procesit të lindjes. Janë të gjitha hormonet që shkojnë në vendet hormonet e mia ishin lart poshtë unë nga hiçi qaja për shembull. Shikoja krojin, dukej kjo ndjesia që të thash nga puna e gjithëdhënies, sikur s'kisha bërë mjaftueshëm për të. Apo më shkonte mendja në disa vende që pavarësisht se kisha lexuar shumë për pjesën e postpartum edhe isha e përgatitur në një farë mënyre, kjo ishte një gjë që nuk ke çfarë ti bësh. Jo, është e pashmangshme. Është e pashmangshme, është një ndjenjë që jo të gjithë e flasim, por edhe unë kur kam lindur djalin, kam le të themi që 2 javët e para kam qenë nuk e mbaj mend atë periudhë. Nuk e mbaj mend si periudhë sepse kam pas arditin që më ka ndihmuar dhe Kiani rrinte gjithmonë me arditin, unë vetëm më jepja gjy. Gjithkohës po rikuperohesha pak edhe nga eksperienca ime lindjes që ndoshta do ta ndaj ndonjë ditë tjetër me ju. Dhe nuk e mbaj mend, domethënë ajo ka qenë periudha më e vështirë, kështu që asnjë dhe sa do të flitet për këtë është gjithsecila e përjeton ndryshe. Por që nuk i shpëton dot, nuk i shpëton. Vetëm një këshill, merrni ndihmë për ushqim, për gatim, për punën e shtëpisë, edhe çdo gjë tjetër pastaj. Edhe fokusoheni tek vetja dhe te fëmia. Po Kroji është një fëmijë shumë i bukur. Unë kur e kam parë për të parë, kam thënë beb më të bukur se ky unë s'kisha parë. Mendoja se unë e kisha nga që ishte imi. Jo, mua më duk shumë i bukur, shumë fëmijë i bukur. Çfarë temperamenti ka, çfarë karakteri ka, kaq sa
E kupton se është akoma i Është vogël. bërë një më i madh. Një mistret. Ashtu. Do më thënë nga i fëmija superior që I ishte qetë. në fillim që thoshim ne ua, si ky s'ka flë 12 orë, okej, zgjohet natën për të pirë, Po. po prap i bën këto orarin 8 gjatë ditës, rinë atë vendin e vet, luan me ato lodrat. Sa ka mbush 8-9 muajsh, jo, që 9 muajsh, e filloi të ecte këmbadorazi, po kështu vrap këmbadorazi, po. nuk ka lënë më gjë pa prekur, pa, do më një fëmijë shumë kurioz. Po, nga një ranë edhe më pëlqen që është kështu fëmijë Edhe kurioz, mua më aktiv, pëlqen, nuk është po. që e lë diku dhe e gjen Edhe po rri aty. aty, po. Si është marrëdhënia e ti me gjyshrit? Marrëdhënia me gjyshit është shumë e mirë që të katërt. Prindrit e Arbit janë këtu dhe janë një ndihmë shumë e madhe tani. Ata e mbajnë disa orë në ditë, shumicën e ditëve të javës. Ndërsa me prindrit e mi, normalisht kur shkojmë në Saran më rrallë, po tani e kemi bërë pak kështu që të mundohemi të shkojmë një herë në 2 muaj. Më shpesh që Po, të të ketë shkojmë më kontakt. shpesh që më ai shpesh. të ketë po kontakt me ata. Mendoj se tani do keni akoma më shumë kontakt të afërt me prindrit e tu që jetojnë në Saran, sepse me sa di unë ti je duke investuar në prona atje dhe je duke krijuar disa apartamente shumë të bukura Po. në qytetin, le të themi, një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë për plazh. Pse zgjodhe ta kthesh kokën mbrapa dhe ti investosh në Shqipëri, pikërisht në Sarandë? Ishte një vendim strategjik apo një vendim emocional? Do thoja të dyja bashk. Unë kam qenë dhe jam shumë e lidhur me Sarandën, përveç se prindrit e mi janë aty, është qyteti im. Dhe ku më mirë se sa në Sarandë, që është edhe një vend turistik, do më është kështu si bingo. Po, Saranda është shumë e Po, bukur. është kopën quhet perla e Shqipërisë, është një nga vendet më të bukura, Po. mendoj edhe unë. Dhe tani turizmi sa vetë edhe rritet, vinë shumë të huaj, nga ata pak që ishin në fillim tani i ka dalë emri kudo në përbot ka shumë Shqipërisë, italian. po, sidomos Sarandës. Italian, francez, polak, ukrainas, tani shikon thuajse nga të gjitha shtetet që vinë aty dhe menduam kjo ishte ana strategjike që menduam Po. se jo, përderisa ne kishim edhe një pronë të familjes, të cilën vendosëm që ta zhvillonim edhe po ndërtojmë disa apartamente aty Po, që do jenë gati për këtë verë për herë të parë. Saktësisht çfarë po ndërtoni? Apartamente, po, janë Okej. apartamente duplex Po. që janë shumë cozy me një tualet, kuzhinë të vogël dhe disa shkallë që të ngjisnin në dhomën e gjumit. Super. Është, po, Pra kush është interesuar për apartamente në Tiranë, i ka brand më new kontaktoni. në Tiranë, sorry, në Saran. në Saran. I ka brand new Po. dhe mund ta kontaktoni Alborën. Si e kanë emrin apartamentit? Solvea Apartments. Solvea Që do të Apartments. thotë të shikosh diellin. Të shikosh diellin sa e Po. bukur. A ke menduar ndonjëherë se diaspora shqiptare, pra ne emigrantët që jemi kudo të shpërndarë në diasporë, kanë një farë detyrimi për të investuar në Shqipëri, në vendin e tyre? Si e shef, si Mendoj se e ndjejnë ata vetë detyrim, se nuk është as pak detyrim, por mendoj se ndihet është ajo kur ti ikën nga Shqipëria, forcohet akoma më shumë kjo ndjesia e dashuria për vendin. atje. Po. Dhe ne fillimisht mendojmë të blejmë një apartament në Tiranë, në Sarandë, kudo se sa të blejmë një këtu. Domethënë, Po. në momentin e parë duam që të kemi një shtëpi atje, duam që të jemi të lidhur akoma me vendin tonë. Është, është kjo Rritet ndjenje, kjo dashuria po. për vendin. Nëse do kthehesh e pas, a do ta lije sërish Shqipërinë? Po. Do ta lije. Unë kur isha aty, thoja, unë s'kam për të ikur kur nga Shqipëria, jam shumë mirë, kam çdo gjë këtu. Unë kam qenë një nga këto personat që nuk e kam ndërruar kur emigrimin. Never say never. Po, nuk e kam Kur ndërruar mos thuaj asnjëherë kur. emigrimin. Edhe unë asnjëherë. Thoj gjithmonë që po, do shkoj në çdo vend ta vizitoj si turiste, po jam shumë okay në vendin tim. Po ja ku erdhi. Kështu ishte rruga jonë. Ke menduar ndonjëherë ta lësh Anglinë? Po, për momentin jo. Ka diçka që njeriu shkëputet kur gjen më mirë. Dhe nëse një ditë mua do më vijë një mundësi më e mirë se çfarë unë po bëj këtu, atëherë pse jo?
Bora, për ata njerëz që janë të interesuar për të kontaktuar ty për të qenë fotografja e eventeve të tyre dhe për ndar për të qenë ti ajo që do fotografosh momentet e tyre më të gëzuara dhe më të ëmbla, ku mund të të gjejnë dhe në çfarë fushë je e profesionalizuar më shumë? Njerëzit mund të më kontaktojnë në Instagramin tim Albora Fotografi, ku mund të gjejnë kontaktet, emaili, numrin telefonit dhe të shikojnë edhe punimet e mia, portofolion. Dhe unë jam e fokusuar më shumë tek eventet dhe fotot në Londër. Së fundi kam bërë një The London Edit me photo session në 3 location të ndryshme të Londrës që janë me walking distance, distanca që mund të përshkruaj në këmbë. Po, unë kam parë një photo session që ke bërë ti në Londër për Christmas. Shumë kozi, shumë e bukur. Po, për Krishtlindje. Po. Dhe pra ti zgjedh 3 location që janë unë e le të lirë njerëzve, i them, i sugjeroj disa vende që nga ato mund të zgjedhin 3 që janë afër që mund të përshkruhen në këmbë. Dhe nisemi nga një pikë, fotografojmë edhe rrugës, kudo që të na pëlqejë ndalojmë, fotografojmë pikat kryesore, sidomos për çifte, për turistët në pikat kryesore të Londrës që duan ta kenë për shembull patjetër një foto tek Big Ben apo për të treguar që kanë qenë në Londër, se ndonjëherë në fakt edhe ne vetë që jetojmë këtu nuk i dim ato vendet e bukura. Po, harrojmë që ato ekziston, na kap kjo përditshmëria dhe pse jo të shkëputem pak për të bërë një foto në qendër të Londrës. Po, për ta pasur kujtim. Po, dhe për të pasur një kujtim. Ti ke bërë edhe këtu në Londër, me sa kam parë unë ke bërë foto dasme, foto dhe video, pra je specializuar edhe për foto dhe për video. Po, edhe foto dhe video. Po, shumë bukura ato bardezi, ato të asaj dasme. Po, edhe të mia, shumë bukura. Po edhe maternity, do më thënë të gjitha llojet e portrete familjare, evente. Po, edhe evente. Okej, shumë mirë. Bora, shumë faleminderit që ndave këtë bisedë kaq të sinqertë sot me mua, sepse fuqia e vërtet fillon atëherë kur ti fillon edhe ndan historinë tënde. Kështu që të falenderoj pamas. Faleminderit shumë edhe te. Ishte një kënaqësi e madhe për mua të isha këtu dhe shpresoj të kemi frymëzuar dhe të kemi ndarë informacione të vjedhura për të gjithë që na dëgjojnë. Në fund të ditës ky është edhe qëllimi i këtij podcasti, që të frymëzoj edhe të ndaj informacione që secilës prej nesh do t'i duhet. Unë dua ta mbyll këtë podcast me një mendim. Shumë gra dhe vajza shqiptare që jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar jetojnë mes dy botëve, mes botës që kanë pas dhe mes botës që po rindërtojnë këtu. Nëse sot po na dëgjon dhe ndihesh e vetmuar, e lodhur, e padukshme, nuk je vetëm. Faleminderit shumë që na ndoqët dhe ju ftoj që të na bëni like edhe subscribe në kanalet tona.